Klodian Kulla, 39 vjeçari që i dha fund jetës duke u vetëhedhur nga një urë metalike në rrugën e Arbrit, nuk kishte asnjë problem me askënd dhe ngjarja po hetohet nga policia si vetvrasje në kushtet e depresionit kronik. Policia ka marrë kontakte me familjarë të viktimës, të cilët pohuan se i riu kishte një periudhë kohe që krijonte situata imagjinare sikur të vrisnin. Të gjitha këto perceptime psikologjike rridhnin me gjendje e ankthit, depresionit dhe halucinacioneve që krijonte në gjendjen psikologjike Klodian Kulla. Për shkak të gjendjes së rënduar, 39 vjeçari ishte trajtuar nga psikolog dhe medikamente të ndryshme, por së fundit familjarët kishin pajtuar dhe një hoxh me qëllim trajtimin psikologjik dhe fetar të 39 vjeçarit. Pas çdo terapie i riu dilte shëtitje me makinë në zonën e shkallës së Tujanit dhe rrugës së Dibrës, gjithmonë e shoqëronte një familjar i tij ose nihni. Ashtu ka ndodhur edhe së fundit. Klodian Kulla ka dalë me makinë për të bërë xhiron e radhës në natyrë, por këtë herë ai ka qenë i vetëm, pa u shoqëruar nga askush. Sapo ka shkuar te kura e madhe metalike që ndodhet në rrugën e Arbrit, ai ka lënë mjetin mbi rrugës dhe është vetëhedhur me një lartësi që përfaqësoi ka gjetur vdekjen. Policia ka kryer veprimet hetimore në lidhje me ndonjë konflikt të mundshëm që mund të ketë pasur me persona të tjerë, por rezultoi se Klodian Kulla nuk ka pasur konflikte serioze me askën. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.